Një njeri me trup mesatar dhe me syze po shikohet nga policia e Tiranës si person që ka ndihmuar autorët për të dhënë informacione mbi lëvizjet e viktimës Gilmando Dani dhe të plagosurit Muçi Shaljani, sheqeri. Ky shtetas është afruar pranë zonës së Rinasit rreth orës 13, ku ka zbritur nga një makinë tip Fiat që u parkua pranë parkimit të aeroportit. Nga kamerat e sigurisë, rezulton se sapo ky shtetas është futur brenda, ka parë në monitor avionët që do të zbresin ato minuta. Sipas verifikimeve, avioni i linjës Barcelon-Tiranë ishte vonuar me rreth 15 minuta dhe në ato çaste ai është drejtuar drejt tualeteve të aeroportit për të kthyer më pas në vendin ku dalin pasagerët. Nga kçyrja e kamerave të sigurisë, rezulton se sapo kanë përrritur Dani dhe Muçi, të cilët kishin me vete nga një çantë, personi i dyshuar ka nisur menjëherë telefonatat. Ky shtetas i ka ndjekur nga pas 2 persona derisa ata kanë hipur në makinë, ku sipas informacioneve, qëllimi i tij ishte të tregonte se ku do t'ulej shënjestra Gilmando Dani. Sapo 2 personat kanë hipur në makinë, i dyshuari është larguar me shpejtësi në këmbë në krahun e kundër të lëvizjes, ndërkohë Muçi sheqeri dhe Gilmando Dani janë larguar nga parkimi, kanë kaluar tek trau për të bërë një pagesë dhe sapo kanë përfunduar pagesën, janë nisur në drejtim të rrethrotullimit. Sipas policisë, një makinë ka ndalur përpara automjetit të viktimës, duke qëndruar disa minuta pa lëvizur dhe besohet se ky ka qenë momenti kur autorët kanë marrë sinjalin për sulm, shkruan Ora News. Sapo automjeti i viktimës i është afruar rreth rrotullimit, nga një Toyota kanë dalë 3 persona, ndërsa një tjetër ka qëndruar në makinë. Me 3 armë Kalashnikov, është në drejtim të automjetit Benz, ku sipas policisë, qëllimi ishte pasagjeri në këtë mjet. Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, për rreth 5 sekonda, askush nuk ka lëvizur nga mjeti, por më pas është afruar një person i maskuar me Kalashnikov, i cili ka shkuar tek dera e pasagerit dhe ka qelluar disa herë nga xhami përpara se të largohej. Të parët që kanë ardhur në ndihmë kanë qenë qytetarët dhe punonësit e policisë së Rinasit. Sapo janë afruar pranë Benzit, i kanë kërkuar shoferit të hapte derën, por kjo ka qenë e pamundur për shkak të plagëve të marra në qafë dhe në kokë. Mjeti Toyota i autorëve rezulton me targa greke dhe sipas kamerave të sigurisë ka qëndruar përreth Rinasit deri në momentin e ekzekutimit. Shpresë për policinë mbetet personi informator, për cilin ka nisur kërkimet për gjetjen e tij. Ndërkohë po verifikohet nëse mund të përfitohet ndonjë dhënë nga makina, e cila rezulton se i përket një kompanie private.